Kryetar, gjatë kësaj periudhe kam qenë vazhdimisht në komunikim me banorët këtu dhe më kanë treguar që kanali jo vetëm që nuk ishte 100% funksional, po ndonjëherë situata bëhej dhe problematike duke rrezikuar këtu tokat, përveç se edhe jo shpërndarjet barabartë të ujit për të gjitha parcelat. Ndërsa tani me këtë zgjidhje, një zgjidhje që është edhe afatgjatë në fakt, po edhe zgjidhje që e bën kanalin funksional dhe sigurisht që i vjen në ndihmë banorëve për më shumë prodhime bujqësore, prodhime më cilësore, por sigurisht edhe duke përmirësuar jetën e tyre dhe më shumë prodhim bujqësor. Në fakt kanali i Ferrasit është një kanal i dytë i cili administrohet nga Bashkia Elbasan, ka dy njësitë administrative Shirgjan dhe Gjergjan, janë gati 600 hektar tokë të cilat preken drejt për drejt në ky kanal. Ajo që ishte më problematike në fakt, këtu kemi bërë pastrim vjetor, çdo vit është bërë pastrimi i kanalit, tani kemi ndërmarrë një aksion total, siç e tha dhe inxhinieri, është duke u punuar në 3 sektor paralelisht, pasi është një kanal i gjatë, është prej 9 kilometrash dhe patjetër që ka nevojë punohet në disa sektor për të përfunduar puna shpejt. Është një gjë e mirë sepse i vjen në shërbim banorëve dhe ajo që thatë edhe ju që të gjithë e marrin ujin në mënyrë të barabartë. Ne po bëhemi gati, ndërmarrja e punëve publike në fakt po bëhet gati për të pasur sezonin e vaditjes, kuptohet jemi herët, por masat merren herët. Jemi duke punuar në shumë sektorë paralelisht, jo vetëm në kanalin e Ferrasit, por edhe në kanalet të tjera vaditës, pikërisht për të pasur një efikasitet sa më të madh. Kuptohet bujqësia në fshatë shkruesore për ekonominë rurale, dhe ekonomia rurale nuk vjen pa ujin, por edhe pa kanalet fulluese, por edhe pa kanalet vaditëse. Shumë është ndihma më e madhe që i ka dhënë këtij veni këtu për shemb, kanali pastrimi gjithmonë sjell ujë më shumë, vaditën më shumë, toka gjithë bahari është gjithë ke ky kanal më i syt. Puna që është bërë në kanalin e Ferrasit është bërë një punë shumë e mirë.